Mirëmbrëma të nderuar shikues, takojmë me të pashoq si çdo të mërkur, edhe sot do të ndalemi në pjesën e parë të emisionit me atë që po ndodh në lindjen e mesme, 12 ditë konflikt mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës me pasojat që po ndihen kudo madje edhe tek ne me rritjen e çmimeve në kohë reale thuajse. Kam kënaqësinë të ndaj këtë pjesë të parë me ju, me ish-ministrin e jashtëm Pascal Milo, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Që gjetëm 12 ditë konflikt, nuk ka shenja për armë pushim, po sa kaq as për marrëveshje, sepse Trump është i vendosur, kushtet i vendosim ne, thot ai. Irani duket se nuk e pranon këtë qasje, çfarë po ndodh realisht? Po ndodh ajo që analistë serioz dhe qarqe politike në mbar botën kanë gjykuar dhe parashikuar që ky do të jetë një konflikt i gjatë, nuk do të jetë një konflikt disa ditor, siç edhe u propagandua në fillim, apo siç vetë presidenti Trump deklaroi, por është një konflikt që po zgjerohet, për vetë faktin se po shtrihet edhe në vende të tjera të lindjes së mesme, dhe që një përmasë e tillë lufte patjetër që do kohën e vet që të përfundoj dhe varet se si do përfundoj dhe kur do përfundoj. Kështu që duhet jemi të përgatitur që konflikti do zgjas dhe duhet jemi të përgatitur që konflikti do ketë rrjedhoja gjithnjë e më të mëdha, jo vetëm në adresë të atyre vendeve që rrethojnë Iranin, por edhe më gjerë, edhe deri tek mesdheu ynë, tek ne më shumë do të vinë efektet e kësaj lufte, sepse nuk ka mundësi dhe nuk besoj se ne mund të implikohemi në një luftë të drejtë për drejtë me Iranin apo edhe në rajon. Nanza është përfolur si një lloj. Duhet presim pra rrjedhojat të këtij konflikti, patjetër. Okej, tani nëse do të bëje një analizë në këndvështrimin tënd, kush po sillet si dhe kush ka qasjen korrekte mes SBA-s Izraelit dhe Iranit? Pra, agresori në këtë rast është SBA Izrael. Irani tani u kundërpërgjigj. Si do t'i shikoje dy palët? Çështja është se të dy palët kanë përgjegjësi për konfliktin që po zhvillohet. Sepse nuk mund të themi që 100% është përgjegjëse njëra palë që ka shkaktuar konfliktin apo pala tjetër. Pse e them këtë? Sepse Irani në radhë parë ka vite dhe vite që nuk po respekton atë marrëveshje që u përfol para disa vjetësh dhe që u nënshkrua madje, pra nuk po kufizon përpjekjet e tij për t'u pajisur me armën bërthamore. Dhe ky fakt ka krijuar shqetësime të mëdha, jo vetëm në rajon, por në mbar botën, sepse përdorimi i armëve bërthamore në mënyrë të pakontrolluar dhe në kundërshtim me traktatet që janë nënshkruar dhe që ndalojnë përhapjen e armëve bërthamore është rrezik për të gjithë. Nga kjo pikpamje, shqetësimi i komunitetit ndërkombëtar, pra duke filluar edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe i vendeve europiane, por edhe më gjerë, është serios. Është shqetësim që ka vite që po shfaqet dhe është një shqetësim që sjell rreziqe të mëdha për të gjithë. Prandaj nga kjo pikpamje, këmbëngulja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm e tyre, por edhe përgjithsisht e vendeve perëndimore, është më se e justifikuar. Në një moment kur Irani, autoritetet iraniane nuk kanë synime serioze për të ndaluar infrastrukturën bërthamore të tyre, por manovrojnë gjithnjëherë me synime për të ruajtur rezervat e uraniumit pasuruar që ata kanë, me qëllim që ta çojnë deri në fund projektin e përgatitjes së armëve bërthamore, patjetër që kjo nuk mund të tolerohet. Kjo është një ranë e problemit. Sepse Irani mund të ketë probleme të tjera të shumta, siç është në radhë parë regjimi despotik i ajatollahëve,
i të fundit që u vra, por edhe i pasusëve të tyre. Ky regjim është i papranueshëm, por në fundit kjo është çështje e vet popullit iranian. Është çështje e brendshme e Iranit dhe nuk mund të imponohet ndryshimi i regjimit nga jashtë. Këtu, pa të dyshim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli janë në shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Atëherë janë gabim ata pra. Po patjetër, Nuk janë legjitimuar për këtë sulm. Absolutisht jo, përgjegjësia më fal. Kjo botë rregullohet dhe funksionon ose kanë funksionuar deri tani bazë disa ligjeve, rregullave, që njihen me emrin e përgjithshëm e drejta ndërkombëtare. Me qartë, po se jeni mësuar gjithmonë që Amerika ka të drejtë. Jo, absolutisht jo. Edhe Amerika ka gabuar edhe gabon. Nuk është se Amerika është sinonim i të vërtetës absolute dhe i politikave korrekte maksimaliste. Edhe ajo, edhe administratat e ndryshme amerikane, jo vetëm kjo e presidentit Trump, por edhe administratat e mëparshme amerikane, për gjatë viteve, pa dyshim që kanë gabuar, pa dyshim që kanë bërë akte të dënueshme në planin ndërkombëtar që ka pas në radhë parë mbrojtjen e interesave amerikane, ose plotësimin e interesave amerikane në zonat caktuara të botës. Por kjo nuk do të thotë që në rastin e Iranit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke u sjell në mënyrë të respektueshme ndaj të drejtës ndërkombëtare, duke u dhënë të drejtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për disa arsye për ta mbajtur nën presion Iranin dhe regjimin e tij, siç është ajo që thash, kufizimi i potencialeve që përgatisin armën bërthamore, vënia në kontroll e këtyre potencialeve. Një. E dyta, fakti që Irani është bërë një fuqi rajonale kërcënuese për sigurinë e rajonale 2, sepse dihet botërisht që ka financuar, ka inkurajuar, ka armatosur grupe të ndryshme, regjime proxy në lindjen e mesme dhe ka shkaktuar mjaft shqetësime jo vetëm për rajonin, për popujt dhe vendet të këto vende, por edhe për komunitetin ndërkombëtar. Pra, kjo është një arsye e dytë e madhe ndërkombëtare pse Irani duhet mbajtur nën presion. Por, siç thash edhe një herë tjetër, qëllimi është gjithmonë për ta kufizuar dhe Iranin në ato drejtime ku rrezikon sigurinë dhe paqen ndërkombëtare, por jo për të ndryrë në punët e tij të brendshme dhe për t'i imponuar jo vetëm regjimin, por edhe liderin se kush duhet të jetë. Kjo nuk është në pajtim me të drejtën ndërkombëtare. U nënvlerësua Irani në këtë rast, kundërshtari, në vendimarrjen për ta sulmuar? Ka një lloj nënvlerësimi. Tani Irani njihet që është një fuqi e mesme, se kështu cilësohet, në klasifikimin që u bëhet shteteve të mëdha. Fuqi e mesme, e cila patjetër që është e armatosur, gjë që po e dëshmon që ka patur një arsenal të madh të armëve konvencionale, një ushtri të fortë, një regjim të fortë. Dhe përjedhoi, ai ka dëshmuar që është një fuqi e madhe, qoftë edhe për shkak të influencës që ka në rajon. Por mund të them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke ushtruar një presion dhe janë duke bërë një politikë që jo gjithnjë mund të konsiderohet realiste, ose për më tepër është një taktik ajo që ka ndjek presidenti Trump aktualisht, që brenda ditës i ndryshon qëndrimet 2-3 herë dhe objektivat e tij janë më tepër të shpallura, por lëvizjet e tij më tepër duhen konsideruar taktike, qoftë deklaratat që bën her pas here dhe brenda ditës, qoftë edhe lëvizjet që bën më gjerë, qoftë dhe presionin që ushtron ndaj vendeve të ndryshme. Qëllimi i tij dhe dihet që e ka shpallur që në kohën e fushatës elektorale dhe është duke e zbatuar tani,
është Amerika e para, Amerika mbi të gjitha, Amerika mbi të gjitha edhe në kuptimin e forcës ushtarake por edhe në kuptimin e forcës ekonomike edhe të fitimit, edhe të vendosjes ose të rivendosjes nga njerë të hegemonisë amerikane në botë. Tani, a kemi ose jemi përballë një rrezikut mundshëm për zgjerim të këtij konflikti duke përfshirë dhe aktorë të tjerë, sepse gjatë natës së sotme për shembull teksa Shubat sulmonin Iranin, reagoi ashpër Moska duke thënë se u prek edhe konsullata jon atje. Mund të ketë një precipitim apo Jo, nuk e besoj, patjetër që një tjetër fuqi e madhe siç është Rusia, me interesa të gjëra në Iran, patjetër që duke i sulmuar konsullatën e saj diku aty në Ifhasan, është një qytet më të mëdhenj të Iranit, patjetër që Rusia do të kundërvepronte, do të reagonte. Por unë besoj se deri tani Rusia është në qëndrime deklarative, që normali edhe çdo shtet po t'i sulmosh një seli, qoftë diplomatike, qoftë konsullore, patjetër do të reagoj. Dhe Rusia nuk është duke bërë veç se këtë gjë aktualisht. Unë nuk e besoj që Rusia ka arsye pse të mund të ndërhyjë në konflikt pavarësisht se i preken gjërësisht interesa të mëdha strategjike dhe ekonomike që ka patur dhe ka në Iran. Është padyshim, sepse jo vetëm që ka patur interesa strategjike se Irani ka qenë, po ta themi, një aleat i Rusisë për politikat e saj në rajon e më gjërë. Edhe luftën në Ukrainë me dronët e Iranit sulmon. Jo vetëm që Irani historikisht ka qenë një zonë influence ruso-sovjetike, por edhe tani ata kanë një marrëdhënie të posaçme, trekëndshi Rusi, Iran dhe Kinë, kanë një marrëdhënie të posaçme, se objektivi i së cilës është kundërshtimi i hegemonisë amerikane në rajon apo edhe në botë. Dhe përjedhoj, Rusia është e ndjeshme ndaj luftës në Iran, ndaj ndërhyrjes ushtarake amerikano-izraelite në Iran, dhe patjetër duhet mbaj një qëndrim, po të mos harrojmë edhe një gjë tjetër, që Rusia ka interesa shumë të mëdha, të tjera, më të mëdha. Dhe në radhë të parë, prioriteti i Rusisë është Ukraina. Dhe ajo është e frenuar për të shkuar më tej në retorikën e saj në mbështetje të Iranit, sepse nuk do të prishi urët që ka krijuar presidenti Putin me presidentin amerikan Donald Trump për të krijuar një ekuilibër të ri ndërkombëtar ku palët të kenë interesa ose të zgjidhin disa mosmarrëveshje që kanë për hegemoninë e tyre, për influencën e tyre, për rajonet ku ata ushtrojnë. Pra, kërkojnë të rindërtojnë ekuilibre të reja në situatën aktuale ndërkombëtare. Dhe Rusia është në radhë të parë kërkon një rrugdalje nga lufta në Ukrainë, nga konflikti në Ukrainë. Dhe pikërisht kjo është arsyeja që Rusia në pamje të parë do të qëndrojë paktën deri tani në deklarata verbale që e dënon ndërhyrjen amerikane, por nuk shkon më tutje se kaq, sepse është peng i konfliktit në Ukrainë dhe do të dalë nga ky konflikt, por gjithmonë daljen e kërkon me përfitime që ajo i ka bërë të njohura se çfarë duhet të arrijë në Ukrainë dhe në emër të synimeve të saj ajo është duke mbajtur qëndrime të tilla edhe ndaj çështjes së Iranit. Tani, Europa duket se po bëhet gati. Vija e kuqe është vënë Çipro për shembull. Macron një ditë më parë deklaroi se Europa do të ndërhyjë në momentin që sulmohet Çipro. Macron dhe udhëheqësit e tjerë europian janë në të drejtën e tyre që të mbrojnë patjetër atë që quhet, nëse do të flasim, territori i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe Çipro është një anëtar i Bashkimit Evropian. Dhe
janë në të drejtën e tyre të shqetësohen dhe të marrin masa për të mbrojtur një vend aleat, një vend antar. Është më se normale kjo. Por, deri ku do të shkojnë, qoftë jo vetëm Francë, por edhe të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian në këtë konflikt ose në këtë sipërmarrje të tyre për të rreshtuar pro Qipros dhe për të quar siç kanë quar luftanijet e tyre dhe aeroplan mbajtëset në ujërat rreth Qipros, kjo do të varet shumë nga shtrirja e konfliktit. Unë mendoj që atë që janë duke bërë tash vendet europiane, fuqitë e mëdha europiane, jo vetëm Franca, por edhe Britania, por edhe Italia. Të paktën këto që kanë dërguar dhe forca, mjete atje, këta janë duke paralajmëruar, duke qoftë Iranin, qoftë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se janë të vendosur të mbrojnë interesat tyre, se u ka ardhur lufta në prag, në kufi. Mesdheu lindor është kufiri i Bashkimit Evropian dhe janë në një mënyrë ose tjetër janë fqinj me lindjen e mesme normalisht, sepse po vajte në Qipro, kjo shumë afër Turqisje. Dhe jo vetëm Turqisë, por edhe Izraelit, edhe Egyptit, edhe zonës konfliktit. Prandaj, interesi dhe i shteteve të Bashkimit Evropian është më se legjitim. Por sforca ka Bashkimi Evropian për të futur në konflikt, unë besoj se do përpiqet të shmanget, do përpiqet të ruaj një ekuilibër midis pjesëmarrjes direkte në luftime ose në konflikt, në rast se konflikti zgjatet dhe prek interesat e drejt për drejta të Bashkimit Evropian në mesdheun lindor dhe politikës ose vendosmërisë të tyre për të mbrojtur interesat e tyre. Më shumë për mendimin tim, shqetësimi për vendet e Bashkimit Evropian është aspekti ekonomik, sepse vërtet ka një rrezik për përfshirjen në konflikt, sepse jo vetëm Qipro, po është dhe Greqia afër, si vend antar i Bashkimit Evropian. Spanja është në anën tjetër të mesdheu, por gjithsesi vend mesdhetar, Italia vend mesdhetar, Franca vend mesdhetar, kanë interesa të gjëra. Mësojmë se gjithë mesdheu rrethohet nga fuqitë mëdha europiane dhe interesat e tyre janë të lidhura drejt për drejt. Nëse konflikti shtrihet nga Qipro ose po fillojnë në Qipro, kjo përfshin automatikisht dhe gjithë fuqitë mesdhetare, rrethohet, kjo është e rrezikshme. Por interesi më i madh europian për mendimin tim aktualisht janë rrjedhojat e konfliktit në Iran, në luftën e Iranit. Rrjedhojat që ka të bëjnë në radhë parë me tregjet e naftës. Ka të bëjnë me mbylljen e tregjeve të naftës, me uljen e prodhimit të naftës. Dhe në qoftë se ajo ngushtica e Hormuzit do të bllokohet plotësisht, atëherë do të ketë një katraur të madhe në tregjet e naftës dhe atëherë europianët do ta vuajnë shumë herë dhe kësaj i friksohen. Përveç kësaj, ata i friksohen edhe një shpërthimi tjetër të valeve të emigracionit, të refugjatëve nga zonat e luftimeve, të cilët, siç ka treguar përvoja e këtyre viteve të fundit, drejtohen në vendet europiane dhe vendet europiane heqin pasojat, paguajnë çmimin e konflikteve dhe të krizave që shkaktohen në atë rajon dhe që nuk janë të përjashtuar që të ndodhë përsëri edhe në përmasa shumë më të gjëra tani, nëse konflikti, siç po duket, do të jetë për një kohë relativisht të gjatë, i pranishëm dhe me rrjedhoja të pallogaritshme. Sa shanse ka Trump të realizojë objektivin e përmbysjes së regjimit në Iran? Mund të realizohet kjo apo është e të pamundur? Unë aktualisht e shoh të pamundur, sepse nuk është fjala thjesht
për të goditur me një raket apo me 10 raketa selin e udhëheqësve iranian. Qofshin këta civila, qoftë lideri suprem, edhe i riu që u zgjodh tash, qofshin edhe komandantët e gardës revolucionare iraniane apo të shërbimeve të tjera të fsheta të Iranit. Ata, brezi i parë i këtyre udhëheqësve është eliminuar dhe u eliminua dhe me goditjen e fundit të 28 shkurtit që ndodhi. Tani problemi është që nëse që të rëzosh një regjim, në radhë parë duhet të ketë lëvizje nga brenda. Duhet të ketë një lëvizje të fuqishme anti-regjim, që në fakt aty nuk është se ka munguar lëvizja e fuqishme studentore, qoftë edhe para 2 muajve, qoftë edhe e vitit të shkuar, ka qenë një lëvizje fuqishme proteste, opozitare, por një lëvizje proteste opozitare që nuk ka patur platformë. Ka qenë më tepër emocionale, ka qenë e organizuar, e pa organizuar, ka qenë spontane, por brenda në Iran nuk ekziston një lëvizje opozitare e mirëfillt që të organizoj iranianët kundër regjimit. Pra, duhet ta bëjmë dallimin, nuk ekziston. Pse? Nuk ekziston sepse vetë regjimi i ajatollahëve nuk e ka lejuar një gjë të tillë. Është një regjim teokratik, diktatur, që merr masa jashtëzakonisht të ashpra, shtypse, aqsa vetëm tash këto muajt e fundit ka arritur të vrasi në mënyrë më të makabre të mundshme me mijëra iranian. Pra, me pak fjalë, nuk ka opozit të brendshme që nëse organizonte rezistencën dhe luftën kundër regjimit, ta rrezonte nga brenda. Nga jashtë, opozita e jashtme iraniane, që është dhe ajo jo unike, është e copëzuar, se kemi në radhë parë kemi këtë televizin e MEK të mujahedinëve, një segment të cilit ne e kemi edhe këtu në Shqipëri, por me qendër që e ka në Paris, por që është e përhapur në disa vende të botës dhe që ka një mbështetje relativisht jo të vogël, por kemi dhe një segment tjetër të opozitës iraniane që është e përfaqësuar me mbështetësit e trashëgimtarit të shahut të Iranit, Pahlevit, i cili u rrëzua në vitin 1979 nga këta ajatollahët që bën atë revolucion të njohur në atë kohë. Dhe pra, kemi një lëvizje opozitare të jashtme që përsëri nuk dihet sa forcë ka. Ata më shumë mbështeten në konjunkturën ndërkombëtare, ata më shumë presin se sa do ndërhyet nga jashtë për të çuar këta brenda. Sepse vetë kjo opozit iraniane nuk është se ka brenda në Iran mbështetje të gjerë. Se po të kishte, do ishte manifestuar. Nuk e ka. Të paktën deri tani nuk është shfaqur që ka. Mund të ketë lidhje, por nuk ka nga opozita jashtë Iranit një lëvizje rezistence brenda që të ketë manifestuar qëndrueshmëri dhe forcë. Prandaj them që, si konkluzion, them që regjimi në Iran ka legjitimitet të përkohshëm në qofse nuk ka lëvizje nga brenda, qofse nuk ka rezistencë, nuk ka luftë. Dhe ai këtë e shfrytëzon dhe mos harrojmë që përmes terrorit ky regjim ka bërë që njerëzit kenë frikë të shprehen, se po u shprehën, ata ekzekutohen, është parë. Por kjo në të drejtën ndërkombëtare të jep një justifikim, sepse thotë që përsa kohë që mund të ketë pakënaqësi, mund të ketë rezistencë, por nuk ka forcë. Ajo lëvizje studentore, apo qoftë dhe me e gjerë, brenda Iranit të mund të arrëzoj, me çfarë mjete do të arrëzoj,
Pa mund të ngrihesh brenda regjimit? Pikërisht kjo është e vështirë. Prandaj Se edhe sot lideri i ri suprem kërcënoi qytetarët, kush del në rrugë me urdhër të armikut ekzekutohet. Pikërisht kjo është. Prandaj ata e kanë shpresën në ndërhyrje ndërkombëtare. Por ndërkombëtarët në radhë para amerikanët dhe izraelitët po maten shumë për të ndërhyrë ose jo, sepse është dhënë dhe opsioni i ndërhyrjes toksore. Se vetëm përmes ndërhyrjes toksore, pranisë ushtarake në terren, mund të rrezikohet regjimi. Regjimi, sido që do të goditet shumë rënd përmes bombardimeve ajrore, por po qëse nuk ka prezencë fizike të trupave amerikane apo izraelite në terren, është vështirë të pretendosh që do të mund të rrëzohet regjimi vetëm përmes raketave dhe bombardimeve siç janë bërë, të ashpra, të shumë shkatruese, por që në fundit asnjë regjim nuk bie, sidomos regjime të kësaj natyre, nuk bie kështu kaq kollaj. Prandaj dhe lufta do zgjas. Do të varet shumë se si do reagojnë më tutje amerikanët. Dhe unë mendoj që nuk do të ketë ndërhyrje të drejt për drejt amerikane me trupa. Mund të ketë provokime, mund të ketë mobilizim të kurdëve, që siç po dëgjohet mund të mobilizohen, sidomos kurdët e Irakut kundër Iranit, dhe mund të ata të fillojnë një rezistencë, po ndrynë brenda, një rezistencë të armatosur, një luftë toksore kundër regjimit të Iranit, por kjo mbetet për të parë, sepse kjo sjell implikime të tjera në rajon. Mos harrojmë që kurdët janë të shpërndarë në mjaft vende. Kurdët vetë nuk janë unik. Kurdët vetë janë në influencën e atyre vendeve që në cilat ato jetojnë. Kurd ka në Irak, kurd ka në Siri, kurd ka në Turqi, për të mos përfolur dhe në një vend tjetër. Dhe kurdët janë përdorur dhe keq përdorur edhe nga fuqit e mëdha, edhe nga fuqit rajonale aty për interesat e tyre. Kështu që vetëm këtë shohun si mundësi për të filluar një proces ndërhyrje lufte toksore. Por mbetet për të parë edhe fakti se si do reagojnë fuqit ose këto vendet rreth e rrotull. Patjetër që ka një klimë kundër Iranit, tash vite të tëra, sepse Irani ka mbështetur regjimet proxy dhe ato organizata terroriste, qoftë në palestineze, Hamasin, Hezbollahun, ata Huthët në Yemen, apo diku tjetër, pra këto forca të cilat kanë qenë në shërbim të Iranit, të financuara nga Iranit, dhe që shkaktonin probleme të mëdha, jo vetëm kundër shtarëve të tyre, por edhe përgjithsisht kundër një normalizimi të jetës në përgjithësi në rajon. Kështu që iranianët tani janë duke u përpjekur që të përhapin atë që quhet luftë horizontale, për të kundërshtuar amerikanët që kanë taktikën e luftës vertikale, të goditjeve ajrore, të shkatruar infrastrukturën, jo vetëm ushtarake të Iranit, por edhe më gjerë. Iranianët tani po u kundërvijen me luftën, me përhapjen horizontale të konfliktit, për të përballuar taktikën amerikane o izraelite. Çdo të thot ky konflikt horizontal, përhapja e konfliktit horizontal, pikërisht bombardimet që i bëjnë bazave ajrore amerikane dhe infrastrukturës kritike amerikane në vendet përreth Iranit, dhe duke goditur edhe infrastruktura kritike të vendeve. Ky quhet zgjerim horizontal i konfliktit. Dhe këto dy taktika lufte
të shikojmë cila prej tyre do të fitojë dhe deri ku do të shkohet. Padyshim që do të presim që nga njëra anë të ketë konflikt të armatosur, të ketë dhunë, përplasje, bombardime të palëve në infrastrukturat kritike, ushtarake apo civile, por nuk përjashtohet mundësia dhe ka të dhëna që në të njëjtën kohë po funksionon edhe kanali diplomatik për të gjetur mundësi dhe kompromise për t'i Libani është vetë ofruar për shembull për t'i dhënë konflikt. Jo gjithnjë ata që të shfaqen publikisht janë ndërmjetësit e vërtet. Zakonisht në këto raste ndodh që ata që ndërmjetësojnë rinë prapa skenës, nuk duken derisa të arrijnë një produkt që mund ta shfaqim mësaj. Mund të kemi një zgjidhje diplomatike apo nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet për arsye se mendoj unë biseda që u bë para 2-3 ditësh midis presidentit Trump dhe presidentit Putin të Rusisë, ndër të tjera, kanë diskutuar edhe çështjen e Iranit. Dhe janë ata aktorët e mëdhenj që vendosin, sepse të tjerët nuk guxojnë të vendosin jashtë vullnetit të tyre. Dhe nëse ata arrin kompromise, dhe kompromiset që ata bëjnë zakonisht janë kompromise të mëdha që shtrihen për të gjithë botën gati, atje ku u përplasin interesat. Dhe Irani është një vend dhe një rajon, linja e mesme, ku përplasin interesat amerikane dhe ruse, si që përplasin dhe interesat e amerikane me ato kineze. Kështu që nëse bien dakord, duhet bien dakord edhe për konfliktin në Ukrainë, luftën në Ukrainë, edhe për luftën në Iran, edhe për ndonjë konflikt dhe interes tjetër ku ata përplasin midis tyre. Mos harrojmë të kompromiset e mëdha dhe telefonate që ata i bëjnë njëri tjetrit përpos takimeve direkte me të dërguar të posaçëm, do sjellin një produkt. Dhe ky produkt duket që me këto takime që bëjnë thirrje për uljen e tensioneve, për ndërprerjen e luftimeve, do të çojnë në një zgjidhje të negociuar, sepse në fund të fundit edhe lufta ka një përfundim dhe palët që luftojnë do të ulen në tavolinë për t'i dhënë një zgjidhje konfliktit në raport edhe me rezultatet në terren. A mund të bërë pishman Donald Trump për vendimarrjen për të sulmuar Iranin, një luftë që po i kushton shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përtej situatës që duket se nuk e ka aq nën kontroll dhe ka një lloj pesimizmi për arritjen e objektiveve të shpallur të tij, $100 milion çdo ditë për këtë luftë. Donald Trump është një udhëheqës i fortë, hyn në kategorinë e udhëheqësve të fortë, të presidentëve amerikan nga më të fortët, që e ka përdorimin e dhunës, të shtrëngesës dhe të presionit, e ka filozofi. Përgjithsisht, presidentët republikan përgjithsisht, e djathta amerikane, historikisht e ka patur në traditën e vetë dhe në politikën e vetë përdorimin e dhunës, përdorimin e forcës, në arritjen e objektivave të tyre, dhe historia vetëm kaq po të rim e pas luftës së dytë botërore ka treguar në mjaft raste përdorimin e forcës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të arritur objektivat e tyre. Dhe
Donald Trump këtë është duke bërë tani. Dhe është duke e bërë në një mënyrë të tillë agresive, sa që po i tejkalon edhe parashikimet edhe përvojat eskaluarës republikane në politikën e jashtme. Është edhe tipi i Donald Trumpit, i cili jo gjithnjë arrin që të gjykoj me mendje të ftohtë. Në politikën e tij të jashtme ka shumë emocion. Dhe unë kam përshtypjen se edhe këshilltarët e tij, nëse ka këshilltar, si emra mund i ketë, sa dëgjohen. Sepse është folur këto ditë. Trumpin nuk dëgjohen? Është folur këto ditë që për shembull që sekretari i shtetit, departamentit të shtetit, Rubio, që është njëkohësisht dhe kryetari i Këshillit Sigurisë Kombëtare, se i ka bashkuar në një dorë të dyja postet, ai ka një qasje disi tjetër, e ka më diplomatike, qoftë edhe për shkak të pozicionit që ka, por që ne nuk kemi informacion të plot, dhe s'ka si ta kemi, për nga mënyra se si diskutohet në rrethin e ngushtë të udhëheqjes amerikane. Por, nga ana tjetër duhet të analizojmë që Kongresi Amerikan, pavarësisht se duket ka një shumicë republikane, siç u tregua edhe nga diskutimi që u bë së fundi, që duhet ta pengonin për luftën në Iran për të tërhequr, shumica republikane vendosi dha drejt që të vazhdoj presidentit Trump. Por ka një rritje të opinionit të brendshëm amerikan, i cili nuk do që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të futen në konflikt të armatosur në botë. Sepse vetë presidenti Trump gjatë fushatës elektorale ka deklaruar shumë herë që ai është kundër ndërhyrjeve, kundër luftës, etj. Unë falenderoj shumë që të kisha, besoj që për luftën gjithmonë ka shumë për të folur, por sikurse ti e the që do të zgjas, këtu do të jemi e do të shohim. Falenderoj. Faleminderit të nderuar miq, pa shoq rikthehet sërish.